njëherë duhet të miremi rreth parimeve të përcikësit. Pra, a duhet të kemi një situatë të gjitha pozicionet institucionale i takojnë vetëm një partije politike, e më pas, në qoftë se jo, si do duket kjo marrëveshje. Pra, në këto rrethana ende nuk kemi diskutime konkrete për pozicione. Ende, natyrisht kam në mendje, por se kam për publikun, e kam për mendjen. Dhe për publikun edhe për popullin e Kosovës kam vetëm lajme se po përpiqemi të bëjmë zgjidhje dhe do të përpiqemi ta akoma. Zoti Abdigjiku, a synoni postën e presidentit? Procesi apo të shkollën zgjedhje? Çfarë keni kuptuar nga njëherë me të? A ka vullnet nga kryeministri Kurti për të gjetur një marrëveshje apo të shkollën zgjedhje? Çfarë keni vlerësuar nga bisedimi po me të? përpiqemi të gjejmë zgjidhje, por derisa jemi në takime, po përpiqemi për zgjidhje. Në momentin që s'ka takime, atëherë kuptoni se zgjidhjet janë të pashmangshme. Pra, nëse s'bëjmë asgjë për 3 javë të ardhshme, zgjidhjet i kemi të pashmangshme.